por nëse do ta shikojmë për shembull stomakun që është i vendosur që nga pjesa torakale e vertebrave 10, ai zbret deri në pjesën e poshtme lumbare, në këtë gjatësinë. Pak i spostuar nga e majta në të djathtë, pak, dhe në këtë pjesë ai ka edhe atë pjesën të jashtme muskulore, longitudinale, dhe vëmë re që kjo si pjesë tashmë ka 3 pjesët, pjesën e sipërme, pjesën qendrore dhe pjesën fundore që lidhet me duodenin. I theksojmë këto që njeriu tash të krijojë një bindje dhe një dije se ku është i vendosur që po ta kem dhimbjen unë këtu, dhimbja është te stomaku. Nëse unë do e kem më poshtë, ndoshta është tek apandesiti që i themi ne për shembull. Pra, pozicioni i tij është afërsisht këtu, në këtë pjesën këtu. Edhe dhimbjet më shumë ndihen këtu, por këto dhimbje nganjëherë mundet që, duke ditur që stomaku ka në pjesën muskulore të tij ka një gërshet pra të nervit vagus edhe parasimpatik, pjesë simpatik dhe parasimpatik, por që janë pjesë të nervit vagus, ajo dhimbja nganjëherë mund të shpërndahet dhe njeriu nuk e kupton. Por ka të tjera simptoma që stomaku që bëjnë ti dallimin, diferencën. Ne duhet të bëjmë dallimin që ta kuptoj që stomaku ka një problematik. Pra, nëse dhimbjen e kam këtu, duhet më shkoj mendja që diçka, unë ose kam ngrënë një ushqim që nuk shkon për shtat me atë mukozën e brendshme, ose kam diçka tjetër që kam ngrënë një ushqim jo të mirë. Dhe po ta shohim për shembull, stomaku tashin është i ndërtuar në 4 shtresa. Është shtresa e jashtme që është një pjesë muskuloze. Është një pjesë e brendshme e cila ka kështu muskuj rrethor. Është pjesa më e brendshme e cila ka, nëse e dyta e ka muskuj rrethor, tjetra e ka muskuj të pierrët, dhe pastaj vjen ajo pjesa ku është mukoza e brendshme e stomakut. Kjo tashmë që ta dim është e para në kontakt me aciditetin dhe me lëngjet e stomakut. Atëhere, së pari, produktet ushqimore që ne ham, aciditeti ndoshta i shtuar i stomakut, fillon që të më inflamoj mukozën e brendshme. Ato 3 shtresat e tjera janë larg kësaj pune. Dhe çfarë Pra, po tregoni doktor si fillon të krijohet një ulçur avash avash. Po, pra, treguam një herë shtresëzimin e stomakut, të muskulaturës, pjesa e jashtme kuptohet është më e madhe, është më e gjerë, ajo muskulozja është më e mbledhur si nga brenda, dhe tashmë ato ushqimet për shembull që ne mund t'i konsumojmë me kafeinë të shtuar, me gaz, duhani që mund të konsumohet, ose tymi duhanit nëse ne rrim për shembull në një ambient e kështu me radhë, mundet që të bëhen shkas që në një vatër, në një zonë, kjo pjesa e mukozës së brendshme, e sidomos në ato vende ku kjo është e strukturuar dhe e ndarë në zona gastrike, mundet që diku ajo të skuqet. Këtu në brendësi kemi edhe bakterje që janë kryesisht helikobakteri, po bakteri edhe të mira, po edhe të këqija, pra pozitive dhe negative, të cilat një pjesë e mirë më bëjnë atë përpunimin e ushqimeve, dhe njëkohësisht tashmë ato mundet që kur janë brenda normës, le të themi bëjnë atë funksionin e tyre që ndihmojnë në tretje. Kur ato mundet të shtohen mbi normë, atëhere në pjesën e mesit të stomakut, që unë thash pra është pjesa e sipërme, pjesa e mesit qendrore dhe pjesa e poshtme që lidhet me duodenin. Atëhere, pylorike që quhet. Në këtë pjesën e mesit janë të vendosura qelizat të cilat kryejnë këtë funksion, tahitin për shembull prodhojnë acid kloridrik, që kur këto ngacmohen më shumë, prodhojnë më shumë acid kloridrik. Që të tretet ushqimi, apo? Po, ajo është acidi kloridrik në stomak ka disa funksione shumë të rëndësishme. Për shembull, ne mund të gëlltisim një bakter ose një atëherë kur shkon këtu dhe bie në një mjedis acid, 1 deri në 1.5, aty shkatërrohet gjithçka.
Por, e dyta është kjo, frenon përthithjen e sheqerit në stomak, se ndryshe do na bëj stomaku i fryr të gjithëve. Pra, këtu nuk përthithet sheqeri, por përthithet alkooli, kështu që ata që e pinë alkoolin, për shembull, kanë mundësinë e zgjerimit të volumit të stomakut. Dhe le të fiksohemi këtu, kur ne kemi një hiperaktivitet të këtyre qelizave gastrite që prodhojnë acidin klorhidrik, atëherë ne do të ndjejmë një ndezje në pjesën e kraharorit, ndjejmë gromësima të forta dhe të tharta në pjesën e faringut dhe kemi një parehati. Po këtu janë në këtë pjesën e mesit të stomakut, janë edhe këto qelizat enzimatike, të cilat prodhojnë enzimat tretëse. E nëse kjo ka hiperaktivitet, pra më shumë se norma, atëherë ne vëmë re një gjë. Thot ajo, unë ha ushqimin, por nuk e di më zbrazet stomaku shumë shpejt dhe e ndjej një veten si një boshllik dhe duhet patjetër të konsumoj përsëri. Këto mund të jenë hiperaktive. Por është edhe ai mukusi që prodhohet në stomak, edhe këto qeliza janë të vendosura në këtë pjesë dhe kur këto tash ta hitin më shumë se ç'duhet mukus, neve me vërtet ndijmë edhe një si pështjellim këtu, sikur na mbushet me lëngje stomaku dhe duam sikur do t'i nxjerrim, ose edhe feqja nganjëherë del, si thua, shumë e ujshme. Pra, të kuptojmë këto gjëra tashin, në varësi nga ndërtimi i shtresave të stomakut, nga pozicioni që ndodhet, njeriu duhet të ndajë, për shembull, nëse unë kam një dhimbje stomaku dhe ndezje të kraharorit, pa diskutim që duhet të marrim masa e para të heqim ato ushqime që nuk më bëjnë mirë. Cilat janë ato? Për shembull, e heqim kafen fare. Pasi ka kafein dhe ndihmon në gryerjen, në skuqjen dhe në gryerjen e mukozës së brendshme të stomakut. Se kjo është e para që përballet me ato çka ne futim nga goja. Së dyti, të mundohemi që të fusim ushqime që janë jo pikante, pra jo spec djegës, jo ndonjë ginger që është i freskët i njohëm kështu, jo ndonjë ka disa erza pikante që janë indiane, atëherë këto ne duhet i anashkalojmë. Dhe të vemi kryesisht tek gjërat bazike. Për shembull, të gjitha perimet, brokula, lakra, lule lakra, karrota, kungulli, trangulli, speci e kështu me radhë, jo djegës, janë të mrekullueshme për stomakun. Dhe së dyti, le të vemi tek ndihmesa që ne duhet t'i japim stomakut që ta rimarri veten, pra ajo skuqja të na eliminohet. Kjo skuqja që në fazat e para jep dhimbje, doktor, pra ne kur ndjejmë dhimbje, në ç'fazë është ulçra në stomak? Pra ajo plaga që është krijuar, ajo skuqja që është krijuar. Po e kuptova. Pra, nëse kemi një skuqje të lehtë, si kur nga një herë do të na vrasi ajo ushqimi që ham. Kuptimin vulgar na vret. Po shenjat janë këto. Një gricje e lehtë, një djegje e lehtë, edhe ndonjë gromësim e lehtë në stomak. Po të tregojmë të pavëmendshëm, kjo skuqja do vazhdoj të përparoj. Që do të thotë, ajo pjesa e mukozës formon një pikë plagë. Si plagë, po. Një shembull për ta imagjinuar pak. Po. Kjo është pika. Në këtë rastin këtu, ne mund të themi që mukoza është shpuar dhe ka vajtë tek shtresa e dytë ose e tretë. Në qoftë se njeriu e shikon që prapë ka këtë dhe tregohet përsëri pavëmendshëm, çahet ajo shtresa e dytë me ato muskujt e pjerrët dhe shkon tek e treta. Po të jetë prapë i pavëmendshëm, mund të shpohet stomaku. Pra, njeriu duhet që në momentet e para që ndihen ato simptomat që neve përmendëm të parat, duhet të marri masa në kushte shtëpie, për shembull, nga një çaj me mendër, me finok, me kamomil, pak ginger ose jamball, po ginger shumë lehtë, shumë pak. Të thatë ndoshta, ajo të freskët se ka ato të shtuar djegësin. Është më i fortë në komponent. Atëherë, dhe mund të përdorim në mëngjes ujë të ngrohtë, ndoshta të shoqëruar, ose me pak mjalt, pra tash i futim në ndihmes probiotikët, që i bëjnë shumë mirë stomakut.
më rregullojnë atë florën bakteriale aty dhe fillojnë të më ulin këtë helikobakteri nëse ky është i lartë në përqindje. Pra, mund ta fillojmë kështu, kam një dhimbje stomaku, unë do mbush një gotë me ujë, do të marr një lugë supe me mjalt, për shumë 20-30 gram, e tres dhe e pi. Le të jetë ndaç ora 11, 12 ose edhe natën. Këto janë orare tipike që dhëm ulcera e stomakut. Pse? Ndodh në Sepse nga ora 11 për shembull, ne përmendëm që stomaku për 2 orë nga ushqimi deri në 3, po ka nxjerr dhe është zbrazur. Dhe ushqimet tash çfarë bëjnë? Në peristaltikën lëvizëse që bën muri i stomakut, harrin nganjëherë që ato pak ushqime që janë fillojnë të mos ecin më në mënyrë të lidhura, por si me spërkatje. Dhe prekin atë pjesën e sipërme të stomakut, prandaj theksuam edhe pjesët, atë që është si tavan, përplasen ushqimet, krijojnë skuqe dhe aty ne ndjejmë dhimbje. E kuptoj. Ju doktor tha 2 deri në 4 orë ndodh ky përpunimi Që stomaku po varet nga ushqimet, se nëse po sigurisht ato që janë të zbutura kështu. Për shembull mishi, që është një produkt që mishi do afërsisht 4 orë, që ai të tretet të përpunohet mirë nga enzimat, nga acidi dhe nga mukoza. Cilat janë ushqimet që ndoshta stomaku një banane tretet shumë lehtë, një qumësht, megjithëse qumëshi bëhet si pelte në stomak, përsëri edhe ky tretet shumë lehtë. Ndërsa ushqimet, për shembull, nëse ne do ham një karrot të pazirë, ajo do kohë dhe nëse ne nuk e përpunojmë mirë, ajo do kohë që të tretet. Do është 3 deri në 4 orë. Çfarë ndodh doktor kur ne nuk presim këtë 4 orë pushim që të përpunohet ushqimi në stomak, por i futim stomakut diku pas 1 ore, 2 ore përsëri konsumojmë ushqim? Ky do të mbi ngarkohet. Ose po vëmë re në restorante, për shembull, ushqimet vijnë afërsisht në çdo 1 orë, 1 orë e gjysmë, se ai mendon që shiko, stomaku e përpunon edhe e kalon nëpër te aty tek zona 12 gishtë, tek zona e duodenit. Por le të themi kështu, nëse neve e mbi ngarkojmë stomakun, është tjetër problem. Nëse ne nuk i tregojmë kujdes dhimbjes së stomakut, ky është problem serioz. Sepse nga skuqja ne do vemi te kjo malqesimi i zonës së kuqe, që do të thotë, nuk më qëndron më e skuqura, po e formon një qendër si me qelb, me qeliza të vdekura, dhe më vonë iku u dëmtua mukoza e brendshme. Mukoza është kështu si buza, e gje lmuar kështu. Po. Si buza, kjo është mukoza. Atëre, nuk jemi më tek kjo fazë, te skuqja, por u bë plaga. Ky malqesimi më tregon që këtu ka edhe qeliza të vdekura, ka edhe rruaza të kuqe të prishura, edhe mund të rrjedhi. Por, po të jemi të pavëmendshëm, do të kemi një ditë të keqe një hemoragji në stomak. Pasi këtu janë 6 arterje që futin gjak në gjithë muret e stomakut dhe në të gjitha shtresat, dhe mbaresat e tyre, arteriolat dhe venulat, janë aty tek mukoza. Dhe kur kjo është e dëmtuar, atëherë këto mund të japin hemoragji.